Në këtë skenë të serialit Rënia e Mbretit, Fadi merr vesh nga shoqja e saj se Banu ka bërë diçka që nuk i ka pëlqyer as pak. E zemëruar nga ajo që ka dëgjuar, ajo shkon menjëherë të përballet me Banun dhe t'i kërkojë llogari për veprimin e saj. Përballja mes tyre nis me tension, ndërsa Fadi i kërkon Banus të shpjegojë se çfarë ka bërë. Banu në vend që të tërhiqet, i përgjigjet ashpër dhe i kërkon të mos merret me veten. Situata përshkallëzohet edhe më shumë kur debati lidhet me mishin e grirë që Fadi kishte blerë me paratë e saj të fundit dhe që ishte hedhur nga frigoriferi i klubit. Fadi është e revoltuar dhe nuk e kupton me çfarë të drejtë dikush ka hedhur diçka që ajo e kishte blerë me paratë e veta. Ajo thekson se frigoriferi i klubit nuk e shpron personale askujt dhe akuzon të tjerët se po kërkojnë vazhdimisht arsye për t'u marrë me të. Përplasja bëhet gjithnjë më e fortë dhe fjalët e tyre marrin një ton shumë të ashpër. Në atë moment, zëra dëgjohen deri tek pjesa tjetër e klubit dhe dërryn Sulejmani. Ai kërkon të di se çfarë po ndodh dhe përballet me Banun për mënyrën se si po sillet. Banun u nguron t'i përgjigjet edhe atij, duke i thënë se në fund të fundit është ai që ka mbledhur në atë vend njerëz me karakter të tillë dhe se nuk duhet ta habitet nga ajo që po ndodh. Sulejmani e kritikon ashpër Banun për sjelljen e saj dhe i kujton se është ai shefi i saj dhe se duhet të flasë me respekt. Situata bëhet edhe më e tensionuar kur ai kërkon të mos vazhdojë me këtë sjellje dhe të kthehet menjëherë në vendin e punës. Në fund, Banu e kupton se reagimi i saj nuk ishte i drejtë dhe kërkon falje, duke thënë se nuk e kishte bërë me qëllim dhe se nuk kishte marrë me askënd. Sulejmani, megjithatë, nuk dëshiron të vazhdojë më tej debatin. Ai thot Banus të mjaftojë dhe urdhëron të kthehet në punë. Ndërsa në këtë pjesë tjetër, Ozlem vendos të mos heshtme dhe përballet hapur me njerëzit që prej fillimit nuk e kanë pranuar dhe e kanë gjykuar për të kaluarën e saj. Ajo u bën të qartë se këtë mbrëmje nuk do të ketë më fjalë të fshehta, por të gjithë do të flasin hapur dhe do të nxjerrin në pa atë që kanë mbajtur për brenda. Ozlemi kujton Neslianit fjalët e rënda që i kishte thënë dikur, kur e kishte akuzuar se mund të ishte vetëm e dashura e Kenanit. Ajo nuk e ka harruar atë moment dhe ja kujton se edhe atëherë i kishte thënë, do të shihemi. Tani, ironikisht, ato janë ulur së bashku në të njëjtin tavolinë, madje duke ngrënë në shtëpinë e Ozlemit. Por Ozlem nuk ndalet me kaq. Ajo i përballet të gjithë me të kaluarën dhe u tregon se edhe pse e kanë gjykuar dhe e kanë etiketuar, ato nuk janë aq të ndryshme nga ajo sa mendojnë. Nëse ajo ka qenë ashtu siç e kanë përshkruar, atëherë edhe ato nuk janë aq të pafajshme sa pretendojnë. Tensioni rritet kur Ozlem u thot se ka jetuar nën hijen e Kenanit dhe se ndoshta për to nuk ka qenë lehtë të përballeshin me të. Fjalët e saj i prekin të gjithë, ndërsa Neslian përpiqet ta ndalojë dhe i thot se po e tepron. Megjithatë, Ozlem nuk tërhiqet. Ajo dëshiron që e vërteta të thuhet hapur dhe nuk pranon me të gjykohet për gjërat që i kanë thënë në të kaluarën, edhe pse situata bëhet e sikletshme. Ozlem përpiqet ta mbyllë mbrëmjen me një gest simbolik. Ajo u ka përgatitur dhurata të ftuarve. Dhuratat shpërndahen në tavolinë si kujtimi i kësaj nate, ndërsa atmosfera mbetet e tensionuar, por në fund vjen edhe një moment interesant kur Kenan pyet se ku është dhurata e tij, duke marrë një përgjigje që e le situatën edhe më intriguese. Kjo është një mbrëmje ku buzëqeshjet dhe mirësjellja fshehin shumë inate të vjetra. Ozlem vendos t'i nxjerrë të gjitha në dritë dhe t'u tregojë të gjithëve se nuk është me ajo vajza që mund ta gjykojnë dhe ta poshtrojnë pa reaguar. Shikojeni deri në fund videon për të parë përballjen e fortë të Ozlemit dhe Neslianit dhe të tjerat edhe për të zbuluar çfarë fshihet pas kësaj darke. A mendoni se Ozlem kishte të drejtë të u thoshte të gjitha në sy, apo duhet të ruante qetësinë? Mos harroni të na bëni like, të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni zilën për të mos humbur pjesët e ardhshme.